Pyetja tjetër, Asalamu alaikum. A lejohet me bëj hijrat në Evropë për shkak se nuk mundem me dalë me shpenzime për 2 fëmijët e mi që kanë aftësi të kufizuara, Allahu e shpërblet. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë kisha këshilluar vëllazim me heqje fjalën hijrat, mos më përdor. Shkak se hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la hijrata ba'da al-fath, nuk ka hijrat pasi që u shtyrua Mekja. Tash me dispozitat të hijretit nuk ekziston më hijret, s'është e mundshme. Hijret nuk s'ka, mas ekziston. Po a bon më u transferu për një vend në një vend tjetër, bon. A është hijret? Jo, mos është hijret, se më shkoti me muhajgjir me indista që të sahabët e qysh. Hijret nuk ka më masi që është shtirua Mekja. Nuk e fjalë hijret nuk ekziston, nuk bëhet. Për shkak se shumë gjëra, çështja e parë, hijreti në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u bën kusht imanit. Kushdo që nuk ka bëu hijret, u llogarit kafir. Tash nuk do të më ngatru çështën se ta del kret bota islame dal kafira. Kush nuk shkon hijret me shkuar në Mekë, ana mi bë kafira kret. Medinë. Pastaj hijreti ku vendos në shkuar? U vendos në shkuar në Medinë. Do thonë hijret me dispozita shariatike ka qenë edhe ka morë fund. Kur ka morë fund, në kohën kur është shtirua Mekja, se mos ka nevojë me ikë për Mekja se Mekja është shtirua. Tash, çka thuhet? Thuhet a bën më transferu, a bën me shku, a bën me ikë, po, a më hijret, se s'ka hijret. Tash a bën me ikë, më transferua për një vend që është më pak islami, me një vend që është më mirë, po. Ama për nivelli që është më mirë me shku në vend që është më keq, që është për kuptojnë ne me shku në Gjermani e për dimë në dikur, më dapë në Evropë, kështë të në është edhe më transferu, mos nuk bëhet. Për shkak të fëmijëve, që për shkak të fëmijëve shkon deri ta gjësh i dashur e kthehesh, apo jo hijret. Se hijret kur kanë bërë sahabët për Mekës në Medinë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar ta më kthyer për Medinës Mekë, edhe mos i kthyer Mekë. Ti dush më në Medinë. Nëse thuhet me këtë rregull, me shkuar në Zvicra, në Gjermani apo ja mos ka pasur nuk thim, sa ashtu s'bëhet. Nëse thuhet ta bën me marrëdhëtim, por në vendet e Evropës, për shkak se i kam 2 fëmijë, diçka të smut, po. Me rrugtim, me rimasat, me gjithë shërimin, e ka përmend edhe Sheh Muhammed ibn Abdul në librat e tij, se për rasteve kur lejohet udhëtimi në shtetet e kufrit është për një shërim të cilën nuk mundesh me gjithë në vendin tënd, Allahu a'lam.